Shqipëria do të përballet me Serbinë më 11 tetor në stadiumin e Leskovacit. Në një sfidë që është ndeshja e 9 historike mes dy skuadrave, FIFA ka publikuar protokollin e ndeshjes, duke përfshirë edhe historikun e përballjeve mes ekipeve. Sipas këtij bilanci janë zhvilluar 7 sfida, ku Serbia ka fituar 5 edhe 2 janë mbyllur në barazim. Në të dhënat zyrtare të FIFA-s mungon fitoria e Shqipërisë 0-3 në Beograd, vendimi dhënë nga gjykata e arbitrazhit sportiv pas ndërprerjes së ndeshjes nga incidentet në tribunë. Në atë kohë, UEFA fillimisht kishte vendosur që rezultati të ishte 3-0 në favor të Serbisë. Më pas, CAS ndryshoi përfundimisht verdiktin, duke dhënë fitoren për Shqipërinë. Federata Shqiptare tashmë ka detyrimin të informojë edhe të kërkojë korrigjimin e këtyre të dhënave.